E diagnostikuar 2 vite më parë me kancer gjiri, Anila Sheu nga Korça u përballë për herë të parë me sëmundjen pas një kontrolli të rastësishëm, një moment që siç rrëfen ajo, ishte tronditës dhe i vështirë. Frika dhe pasiguria shoqëruan ditët e para, por vendimi për t'ju drejtuar menjëherë mjekëve dhe për të mos humbur kohë u kthye në hapjen më të rëndësishëm të betejës së saj. Momenti i parë i zbulimit të sëmundjes ishte thjesht një prekje e momentit dhe sigurisht në atë moment ti vetëm ke ndjerë diçka dhe nuk ke zbuluar asnjë gjë. Dëshira për jetën dhe besimi në Zot e ndihmuan të gjente forcë brenda vetes për të përballuar këtë sfidë. Dëshira për jetën është shumë e madhe. Dhe njeriu mendon që nuk e ndjen që nuk është momenti i dur për t'u larguar dhe ka shumë gjëra për të bërë. Sot, pasi e ka superuar sëmundjen, Anila ka zgjedhur të flasë hapur për përvojën e saj, duke përcjellë edhe mesazhe të rëndësishme. Pra diagnostikimi i errshëm është ai që ndihmon. Besim tek mjekësia, sepse mjekësia sot ka përparuar shpresa në Zot, patjetër, dhe besimi në vete. Historia e Anilës mbetet një dëshmi se kanceri mund të mposhtet dhe se dashuria për jetën është arma më e fortë përballë çdo sfide.